të ndryshme, pra nëse i sheh raportet e doganës të Kosovës ke rritjet e importeve, nëse i sheh raportet e Agjencisë të Statistikave të Kosovës ki vazhdimisht rritjet e çmimeve, ki vazhdimisht rritjes së kostos së prodhimit, ki vazhdimisht ulje të prodhimit vendor dhe normalisht kjo ndikon edhe në rritjen pastaj të importeve. Pra, ne duhet përfundimisht institucionet tona në momentin sa më të hershëm që të formohen, duhet të ulen në tryezë të përbashkët me gjithë palët e interesit në këtë rast dhe të diskutohet për gjetjen e zgjidhjeve të shpejta për të dalë nga kjo situatë, sepse gjendja po shkon duke bërë edhe më vështirë si për ekonominë, po ashtu edhe për vetë qytetarët. Zotri Ahmeti, dhe janë politikat e duhura, ndoshta që po ndiqen sa i përket aplikimit për të lehtësuar edhe jetën e qytetarëve, por për të lehtësuar edhe punën e bizneseve në këtë rast. Fatkeqësisht jo, për shembull kur u bë rritja e çmimit të energjisë elektrike 16.1% për të gjithë konsumatorët, në këtë rast edhe për qytetarët, një prej kërkesave tona ka qenë drejtuar vetë Ministrisë së Financave që ta heq taksën për produktet esenciale, taksën 10%. Ministria nuk e kishte fare atë gatishmëri që ta bënte. Pra, nuk ka pasur mënyra, po flas gjithmonë kur ka qenë qeveria funksionale, ka pasur mënyra, ne kemi qenë gatshëm me sjell edhe praktikat ndryshme, edhe format më të mira të mundshme të vendit të mos përballen me këtë situatë, duke ditë që ne jemi vend edhe ashtu shumë importues i produkteve, duke ditur që gjithmonë po varemi edhe po ndikohemi shumë nga këto krizat e vazhdueshme që po ndodhen në botë, andaj ne duhet të ndërmarrim veprime të duhura në kohën e duhur për paraprim gjërave, të mos presim që kur të bëhet dëm i madh, pastaj ti mund ta marrësh një veprim, por pastaj timi pozitiv i atij vendimi që e ke marrë duhet kohë për të bërë. Pra nuk e ka më efektin e vet pozitiv në momentin e parë. Pra i duhet kohë shumë e gjatë që të ketë efektin pozitiv, sepse vetëm dëmi është bërë me kohë të gjatë. Është për shqetësues, është për keqardhje kur unë edhe shqiptarët që përballen me telashe të mëdha, po edhe vazhdimisht që i takoj bizneset që përballen me telashe të mëdha, me një situatë jashtëzakonisht të pashprehtë, pa asnjë gatishmëri më që të rrisin investimet në Kosovë, duke përballur me midis verës, sot temperatura është 32 gradë dhe më besoni midis vushtrisë me orë të tëra bizneset nuk kishin rrymë fare. E një pjesë për këtyre bizneseve kishin fare energji elektrike dhe më besoni që një pjesë të bizneseve që i kam taku ishin të dalura në treg të hapur. Ato që e kemi kundërshtuar dhëshëm dhe kemi treguar që vendi nuk është i përgatitur për të pasur një liberalizim të